Kuvendi mblodhi sot seancën e dytë plenare në një javë. Një nga pikat e rendit të ditës ishte shqyrtimi i kërkesës së deputetëve të Partisë Demokratike për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi, më pak se 2 muaj nga marrja e postit, me pretendimin se ka shkelur rënd kushtetutën dhe rregulloren e këtij institucioni. Peleshi u përgjigj nga foltorja e parlamentit kësaj kërkese të Partisë Demokratike. Unë do t'i përgjigjem shkakut të vërtet të kësaj procedure dhe jo pasojës. Shkaku i vërtet nuk jam unë. Nuk është favorizimi i një krau politik kundër një krau tjetër. Vetëm në 2 seancat e fundit, për shembull, maxhoranca ka folur 291 minuta kundrejt 439 minuta të opozitës, pra 60% të kohës e ka patur opozita. Shkaku që na sjell në këtë procedurë është fryma antagoniste dhe përçarse, nga e cila nuk heqim dot dorë. Nuk është shkelja e rregullores apo kushtetutës. Ajo është vetëm etiketa e përdorur gabim. Sepse rregulloria nuk të lejon të fyesh, të shash, të akuzosh, të bllokosh foltoren, të pengosh fjalën e deputetëve të tjerë, apo të vendosësh të mos zbatosh masa disiplinore. Po kushtetuta. Pak gjasa ka të shqetësohesh për kushtetutën e Republikës, ta respektosh e ta lexosh me kujdes atë. Nëse ti je gati ta flakësh në ajër e madje ta përdorësh librin e kushtetutës sigur mbi kokën e kundërshtarit politik. Problemi nuk jam unë, por mungesa e vullnetit për t'u angazhuar në një sjellje të re politike. Pas votimit në kuvend të kërkesës së PD-s për shkarkimin e kryetarit të kuvendit, Peleshi, Partia Socialiste e ka rrëzuar me 79 vota kërkesën e Partisë Demokratike. Në seancën e sotme plenare, Peleshi ka marrë vetëm 10 vota për shkarkimin e tij. Deputetët e opozitës që ndodheshin në kuvend duket se kanë zgjedhur që të mos votojnë, duke kundërshtuar kalimin në votim për shkarkimin e tij dhe duke kërkuar që të hidheshin në votim 2 raportet. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha foli për votimin duke thënë se duhet të kryhej votim për vot besim pas raporteve. Këta nuk njohin se nuk zbatojnë asnjë ligj. Ajo që drejton të seancën zonja Spahiu e detyruar të thoshte kush është dakord me këtë raport, hidhte të 2 raportet dhe pastaj pas raporteve votohej mos besimi ndaj kryetarit. Ajo bëri një votim kot fare sipas qefit, sipas urdhrit, dhe e mbyllën. Kjo është problemi. E ndëgjuat ju Niko Peleshin se si u përpoq me hipokrizinë më të madhe të mbroj kolapsin e plot parlamentar që ka krijuar dhe ka 2 muaj që ka filluar punën, ka patur vetëm 1 ditë punë, ditën e hënë. Po. Nuk ka ndodhur ndonjëherë.